Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis super biskota fantastike me dopjo çokoladë dhe ara të pjekura. Për këtë recet kam 265 gram i kam miell, 10 gram e kam niseshte, 1 lugë kafe e kam bacon, 1 lugë kafe e kam sot buke, 150 gram i kam sheqer kaf, 1 maj luge krip, 225 gram i kam gjalp në temperaturë ambienti, por jo shumë të shkrirë. Kam 1 lugë çaj e kam pastë vanilje, por mund të përdorni dhe pluhur vanilje ose sheqer vanilje, sipas dëshirës. 120 gram i kam ara, i kam pjekur dhe i kam shtypur. Jo të thermoj fare, por jo dhe copa të mëdha. Kam 3 kokra vezë, 100 gram i kam çokoladë, atëherë siç është çokolata copë, e marrim me thik dhe e coptojmë. E bëjmë në copa të atilla. Kemi tham 100 gram çokoladë, cilën e kemi coptuar me thik, dhe 100 gram e kam çokoladë në copa të vogla. Mund të përdorni çdo lloj çokolade që është në copa të vogla. Atëherë, përbërësit janë këto dhe si fillim do fillojmë i gjalpi dhe me sheqerin. Me mikser do t'i rrahim, tek tasi që neve do përgatisim brumin. Shtojmë gjalpin, sheqerin dhe me mikser do t'i punojmë. Si kam rrahur gjalpin me sheqerin, do shtojmë vezët. Nuk do t'i shtoj gjitha një herësh, do shtoj një, do t'a rrah, pastaj do shtoj tjetrën dhe tjetrën. Do t'i shtoj njëra pas tjetrës, jo të tre një herësh. Pasi kam rrahur me mikser gjalpin, sheqerin dhe vezët, do fillojmë dhe do shtojmë miellin. Avash, por do ta shtojmë duke e situr. Do shtojmë miellin, niseshtja, tham bacon sot edhe pak krip. Nuk do ta punojmë me mikser, do ta punojmë me spatull. Duke e trazuar. Kur të trazohet mirë pjesa e parë që kemi shtuar e miellit, pastaj do vazhdojmë me dozën tjetër, derisa të përfundojmë të gjithë miellin. Do shtojmë vanilje. Tash mund të shtoni çdo lloj vanilje që ju keni dëshirë. Atëherë pasi kam shtuar dhe vaniljen, do vazhdoj me miellin. Kështu do veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë miellin. Kam ardhur në fund të miellit, kam ngelur gati te 2 lugë, do shtojmë arat dhe çokoladën të cilën e kam coptuar me thik. Dhe në fund do shtojmë miellin që ka ngelur. Dhe kjo është përzierja e fundit që neve do t'i bëjmë. Brumin e biskotave e kam gati. Pasi brumin e përfundojmë me 2 lugë, do marrim nga brumi. Kam vendosur, kjo është një drast buzhine, kam vendosur 1 letër fure dhe do vendosim sipër brumin e biskotave. Se sa të mëdha apo të vogla doni t'i bëni, e keni në dorën tuaj.
Pasi kam vendosur të gjithë brumin e biskotave sipër letrës të furrës, që kam vendosur sipër drasës, është momenti të shtojmë çokollatat e vogla. Do t'i shtojmë sipër brumit dhe pak me dorë do t'i ngjeshim. Shtoni të gjithë copat e brumit të biskotave. Duke i shtuar nga sipër dhe duke ja ngjeshur pak, që të ngjeshet me brumin. Dhe këto copat e çokollatës që kanë rënë rreth e rrotull mund t'i kaloj me brum, t'i mbledhin që të ngjeshen fort tek brumi. Pasi do vendosim edhe copat e çokollatës, unë brumin do ta fus për 1 orë në frigorifer. Nëse s'keni kohë ta prisni 1 orë, mund ta fusni për gjysmë orë ose 20 minuta në ngrirje. Brumin e biskotave e kam lënë të ri për 1 orë në frigorifer. Ta kaloj te tava e tjetër. Ne mundohemi t'i ndajmë pak biskotat që mos kenë shumë ngjeshur me njëra tjetrën. T'i lëm vend që të fryen. Nëse do vendosni që mos t'i mbani në frigorifer për 1 orë, por t'i vendosni në ngrirje për më shpejt, atëherë nëse i keni vendosur në ngrirje, duhet që t'i nxirrni të 15 minuta përpara se t'i piqni. Në mënyrë ndajmë pak nga njëra tjetra dhe do t'i fusim në furrë. I kemi larguar nga njëra tjetra dhe do t'i fusim, do t'i pjekim në furrë në 190 gradë për 12 e shumta 15 minuta. Biskotat e mia janë gati, kam përfunduar, dalin me të vërtet super të shijshme. Provoni se kam për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.